dhe të kurja vazhdon gjithmonë, nuk është nëse ti nuk i bën një barikadë, nëse ti nuk punon për të, nëse ti nuk punon që ta ndalosh atë rrjedhën, është si puna ati lumit që hecën edhe qanë pastaj çdo gjë, qanë edhe diga, lumi ujti për shembull qanë edhe diga, megjithëse janë të mëdhaja, po kur ti nuk merr asnjë lloj mase, asnjë lloj gjëje, pastaj detyrimisht fillon edhe të kurret edhe përçahet ashtu siç ndodhi te Partia Demokratike e cila u përça për arsye të cilat deri në sot nuk janë bindëse për atë që deklarohet. Zoti Merkoçi, po a mjafton nëse do marrim një shembull hipotetik largimi i zotit Berisha, sepse të gjithë një pjesa më e madhe kapen aty. Po është më lehtë, më vështirë të largohet Berisha apo berishizmi? Dgjoj, është shumë e kollajshme që ti thuash Berishës të largohet, por ka një problem. Në partitë e djathta, zakonisht në humbje, sepse gjithmonë partitë e djathta funksionojnë nëpërmjet fraksioneve. Partinë Demokratike nuk ka fraksione, nuk ka se kush të garojë, themi. Jam brenda dhe për aq kohë sa vetë e kanë deklaruar dhe kanë thënë që ne jemi partia e qendrës, do të thotë se kjo parti është uni. Është uni që komandon, është uni që ka futur atë frymën, ai e nxjerr, ai e bën. Nëse të merr, domethënë Berisha në këtë rast, thret dikë, ai bëhet për një herë bëhet i famshëm, ai di gjithashtu që na erdhi, si që erdhi Luli, që erdhi deng pa mark, dhe u prezantu si një prurje shumë e mirë, shumë e bukur, një njeri që vinte i shkolluar nga perëndimi, po ai ka qenë perëndim, se shkollë s'ka bo, po kështu u trumpetua, u tha. Dhe momenti që i largon Berisha, në atë moment ai bëhet armik. Dhe këto lloj rastësh janë të shumta në PD. Sa herë i ka larguar Berisha, aq herë është konsideruar armik, dhe sa herë ka afruar është konsideruar armik. Kemi rastin e Beni Mamit, kemi rastin e Tegës, kemi rastin e Eduard Selamit, që iku me bishë në shkale, pastaj u kthye përsëri për ta përdorur në atë formë që deshën ta përdorin. Domethënë, kemi rastin e Josefina Topallit, që u largua, nuk mori post, në shkrim kështu kam thënë që vinë dhe largohen kur nuk ju japin post, dhe afrohen kur i afrohen me postit. Kështu ndodhi me Gazbardhin, kështu ndodhi me Gjekmarkan, me Tapakun, me të gjithë ka ndodhur e njëjtë histori, që do të thotë që aty ka frym të Berishës, jo Berisha, vetë si individ. Sepse ka dhe një gjë, nëse do të kërkojnë, kam dëgjuar, kam bërë dhe status për këtë, nëse do të kërkosh dorëheqjen Berishës, i pari që do të largohen nga ata janë 12 përfaqësuesi. Te kjo doja të pyesja, sepse ndryshe nga 2017 apo 2021 që në 2021 kishte më shumë zëra kundër për Bashën për të dorëheqjes qytetënesme, në këtë rast duket sikur i ka vendosur gjumë Berisha, pra nuk e di si e ka arritur këtë. Pra, edhe nga antarësia për pos drejtuesve kupolës partisë. Ose ndoshta nuk e kuptoj unë, por duket sikur ka një, nuk e di. Ju thatë që ka pas zëra më tepër ke Basha. Po, te Basha. Pas humbjes zgjedhjeve. Nuk ka pasur. Realisht nuk ka pasur. I vetmi njeri që kam kërkuar dorëheqjen e Bashës në mënyrë lineare, pra që nga 2015 dhe deri në fund kam qenë vetëm unë. Dhe unë kur i kam kërkuar Bashës dorëheqjen, sa herë kam kërkuar që unë jam qyt në thonjza themi, armiku apo qef mbetësi apo ky apo ai. Dhe në Bashës pastaj u kërku, sepse mos harrojmë në korrik, Basha u rizgjot me votë plebiscitare në Partinë Demokratike, sepse ditën e votimit, kur bën rizgjedhja Bashës si kryetari, i cili nuk ishte as kandidat, konkurrent, por atë ditë çuditërisht Berisha piu kafe me Bashën te kafeja e partisë. Dhe gjithë media dhanë Bashën me Berishën duke pi kafe. Në atë moment automatikisht të gjithë demokratët, antarësia do shkote dhe do votote Bashën. Dhe unë jo pa qëllim në atë kohë të
të 4 kandidatëve të tjerë ju kam thënë tërhiquni nga garë, sepse është garë që nuk është garë dhe mos e legjitimoni. Dhe kundërshtimi i këtyre ka dalë pas datës 9, 9 shtator, kur Bashë dole me një vendim të tijëm personal për largimin e Berishës nga grupi parlamentar. Ky ishte, pastaj fillun, pra, kur këta kanë një problem të madh tek partia. Nëse ka një gjë, nëse nuk e thot Berisha, këta nuk e thon kurrë. Këtë ja kam thënë të gjitha, Pra, ty s'ka njëri që mendon thjesht riprollon. Vetëm riprollon. Edhe po ti shohësh për shembull, nëse do marrim këto bandat kriminale që flasin sot, nëse do të dëgjosh me vëmendje nëpër studio, të gjithë masi përmendin emrat e bandave ose para se të përmendin emrat e bandave thonë i ka denoncuar Berisha. Nuk dalin thot vetë për shembull që ore kjo kështu, por thonë e ka denoncuar Berisha. Pra i vjen një paraprit tu edhe për tregu servilizmin e tyre, por në anën tjetër tregojnë edhe paaftësinë e tyre dhe mos guximin për të thënë ato të vërtetë, nëse është e vërtetë. Por gjithmonë fshihen pas Berishës në çdo fjalë, në çdo fjalim, në çdo studio që dalin, në çdo gjë që dalin. Dhe këtu është fryma e Berishës që ka futur dhe patjetër ai ka vënë këtë frymë sepse ka 35 vjet në atë parti, është president, ka qenë kryeminist, ka qenë kryetari i opozitës, vazhdon të jetë kryetari i opozitës dhe nuk ka konkurrencë. Kush do t'ja kërkojë dorëheqjen Berishës? Kush do t'ja kërkojë?